do të thënë ngjitja e polisterolit edhe leshe xhamit nuk realizohet siç duhet. Bile po të vështrete kjo që u doq, kur vjet lesh xhami. Ja, ju lutem regjia, ta shikojmë kështu si pamje. Po? Te kjo që u doq. Ja. Dikush nxori një copë të zezë, tha kjo nuk lejohet se digjet. Ishte një djaleri. Po? Ja, pamjet. Nga ato që binin, nga ato. Ka shumë mundësi që leshën e xhamit, se unë nuk shkova aty se ju mbrëm thatë, se do kisha shkuar, ka mundësi ta kenë veshur me një lloj plastike tjetër që më digjet më keq se sa polisteroli bashkë me xhamin. Pra, analizat të vend do tregojnë që me çfarë lloj materiali është bërë kjo. O është bërë me polisterol, o është bërë me lesh xhami, o është përdorur dhe një veshje tjetër të një nga ata specialistë tha, kjo veshje që ka bërë këtë termoizolim nuk është e rregullt. Pra, tani, keqja këtu është natyrisht, është kosto që juve do bëjnë ndërtime. Tani, inxhinier, një pyetje ka unë, tani, me gjithë të thatë ju, mua po më duket Tirana si një eshk që vetëm s'ka kontakt me... Po e tillë është. E tillë është, Po patjetër. Tirana është një eshk. Po jo, tani nuk flasim gjitho se janë metafora të mëdha. Një pjesë nga këto rrezikohen dhe duhet të jenë të kujdesshme. Një mënyrë shmangje është që katët e para të paktën, do të hiqet policia. Në një lartësi të caktuar mund të vishet me pllaka dhe të shmanget goditja dinamike, të shmanget vendosja e zjarrit e tjera, sepse këtu nëse nuk do ishte ndezur një zjarr në katën e parë, ky nuk do kishte marrë flak. Pra, atëherë midis këtyre tre materialeve, që ne njohim se ka të tjera, polisteroli dhe leshi xhamit janë një material që digjen dhe janë me bazë me lëndë organike. Ajo tonë kimikate nga silikon, nga silicim duke të del i leshi xhamit. Tani, ky pallati se djegja ose flaka nuk vu nga diçka, nga shkëndije elektrike në pallat. Jo, është ndezur një zjarr rastësisht. Është ndezur një zjarr, po nga minimarket. Janë gjëra që ndodhet, po këto faktikisht ndezja një zjarri, një goditje dinamike në një makinë, ose edhe një fëmijë që luajnë, këto janë gjëra që ndodhin në jetë, shumë. Jo, unë dua të ndalem këtu pak, sepse e ke vënë re inxhinier që shqiptarët nuk kanë frikë nga zjarri, e ndezin dhe në rrugë, i vën zjarrin koshave, vdesi zjarrin poshtë pallatit. Po ai zjarr, po vajti ke polisteroli, mori flak gjithë iku. Pa është patjetër. Ajo është në familjen e eshkës, bile që shpërthen si eshka. Pra nëse eshka e bën, kjo është eshka. Ka një koncept që eshka merr flak dhe e çon deri në fund njësat dhe transmeton flakën. Kjo është shpërthen si punë e benzinës. Si benzinë, ë? Po. Kjo është shumë e djegshme, janë të rrezikshme. Merr flak më njëherë. Tani, në këtë që ndodhi këtu, i kujt është fajtori? Po, unë duhet që vetë ta shoh me sy, të marr materialin, po atje u kam dyshime se këtu ne i dallojmë, më aplikoj sa mund i bësh dhe qonte një kimist ose një laborator dhe ndahet me njerë. Po unë besoj që nëse nuk do ketë ndërhyrje të brendshme, gjykata ose ai prokurori varet nga ndeshmëria e prokurorit. Nëse ata i thonë ata që firma do t'i rregullojë të gjitha këto ose nxjerr të vërtetën, po lëre faji është jetim, nuk e di, mund varet se si do interpretohet. Nuk mund të ndryhym se çfarë do bëj prokurori, sepse nuk e kemi atë, po për që i kujt është faji për faktin që u doqi pallat. Jo, faktikisht ndërtuesi ka respektuar ligjin e termoizolimit shqiptar. Shqiptar, është në rregull me ligjin. Po, ai nuk e pengon që ky të përdori polisterol. Njëkohësisht ka përdorur dhe një nga teknikat e njohura të inxhinierisë, veshje, ngjitje të përkallëse e tjera. Do të ndërtuesi është në rregull? Jo, ai në rregull është, Melci. Problemi është ligjor? Nuk është ligjore, këtu ka mangësi ligjore. E pra, problemi është ligjor, se ai është brenda ligjit, brenda rregullit. Ai ka dhe një supervizor, i cili ka parë dokumentat, ka marrë polisterol me këto karakteristika. Që lejohen gjitha? Po, tani karakteristikat janë apo s'janë, nuk dihet se këto bëhen. Po të paktën t'i marrin mirëqena. Të mirëqenat janë ligjërisht janë rregull. Po kjo, atëherë dalim ke pse është në kërkim ai pasaj pyetja juaj. Po? Që ç'a do ndodh mbas kësaj se kjo iku. Kjo është baza. Kjo dram do bëhet bazë që të nxirret e vërteta dhe mbi bazën e të vërtetë të ndërtohet një ligjshmëri. Po. Atëherë sipas jush, ç'a duhet bërë? Unë besoj që duhet që të nxirret e vërteta se kush është arsye e kësaj, cilat janë materialet dhe karakteristikat e tyre kimike, fiziko-kimike, edhe termike. Termike po njëherë po. Dhe
mbi bazën e këtyre, besoj që të gjithë ndërtimet me polisterol do të kenë një broshurë se si do të realizohen dhe çfarë masa do të shoqërohet ndërtimi që tu mos ketë zjarrëndezje. Natyrisht duke hequr në katët e para. Do me thënë, zoti Ngjëqar, ju po thoni që nga kjo ngjarje... E thatë juve faktikisht. Jo, ku do të shkojmë? Nga kjo ngjarje mund të shërbej si një manual që çfarë duhet bërë në të ardhmen. Jo si më po është manual tamam, dhe ju po thoni ato që do t'i themi ne, do t'i thoni ndërtuesi. Ky do të jetë një manual konkret i teknikës. Tani e tutje për ndërtimet me polisterol. Që do të thotë që në qoftë se do përdorësh polisterol, do të marrësh këto masa, do të kesh këtë material me këto karakteristika dhe këto masa preventive që ai të mos digjet. Ndryshe do përgjesh ligjërisht. Tani, kam një pyetje të tillë. Okej, ndërkohë regjia është një fotografi, është njoftimi, ja, në Ledull, këtu në Ledullin e Madh, nëse është e mundur regjia, ta shikosh këtu, inxhinier. Ja këtu. Tani, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, edhe u arrestuan. AC 54 vjeç administratori i kompleksit pallateve. RS menaxher e marketit në katrin e parë të kompleksit. EA inxhinier drejtori. Ky administratori që lidhje ka me zjarrin? Po. Qofse nuk do lejon të ndizeshin zjarre për ndezur, po ai s'ka lidhje fare. S'ka lidhje. Më fal. Administratori është një person civil që e administron këtë pallat mbasi është marrë dorëzim nga shteti, mos gaboj. Po. S'ka punë në administratori? Po, në qofse ka fal pse u ndes zjarr këtë sepi, po ai nuk e ruan dot atë grupin e pallateve. Shiko, këtu fillon me njerë. Administratori, a fillon punë bas ka ndërtuar pallate? Pa diskutim. Bas është dorëzuar. Pa diskutim. Po ç'lidhje ka ai pse di gjithë? Ai mund të jetë një person, pse mund të jetë një fermier, ka dalë në pension, ose një elektricist. Sa i thjesht lan shkallët. Po ai merr masat për të mbijetuar, për të jetuar në komunitet brenda disa rregulla të pasërtisë. Tani, RS 54 vjeç menaxher e marketit. Po kjo ka faj? Po tani, kjo mund të jetë përgjegjëse maketit apo? Po. Edhe ta zëm një nga ato shitse, dy kanë nxjerrë sa arka për jashtë. Po, dhe i ka vënë flakën. I ka vënë flakën dikush që nuk. Kjo nuk do ta lejon. Patjetër, ai po faktikisht ai nuk e sharoje për jashtë. Duhet maketi vëgjëroje nga jashtë, ai do merret me punë brenda. Do të këtu fillon. Tani 66 vjeç e A inxhinier drejtuesi punimeve për ndërtimin e këtij kompleksi. Tani, drejtuesi punimeve, nuk e di çfarë është përzyer. Këtu ka një projekt. Po. Në rregull? Po. Ky projekt është i aprovuar, nuk e di pse inxhinieri mos i ka dalë ndërtimi fillon punë. Në rregull? Ky projekt, në qoftë se lejon të përdoret polisteroli, ky polisterol me këto karakteristika, inxhinieri do përgjigjet e ka zbatuar apo jo këtë. Po. Faktikisht, përderisa është marrë dorëzim, për ky objekt është firmosur edhe nga supervizori. Ai mund të jetë prapë i përzier. Jo vetëm inxhinieri, po edhe supervizori, ai që e ka parë, që e ka kontrolluar. Ai për këtë paguhet. Të verifikojë është zbatuar projekti apo jo, pa se si është zbatuar nga ana teknike dhe si. Tani, AF 46 vjet administratori i subjektit që ka bërë punimet për fasadën e kompleksit. Ky po. Ky do të unë besoj që këta të gjithë kanë dhe faturat. Që këtë polisterol e ke marrë në X vend me këto karakteristika. I ka apo si ka këto, dhe thatë u lidhe me vajin e kikirikës. Dhe vajt u lidhe. A janë brenda kritereve, a është brenda kritereve se këta mund të kemë përdorë dhe lesh xhamjet, ose edhe një pjesë. E dyta, ajo mbulesa e veshjes, a ishe plastike që e nëzori ishe një djallet me një copë të zezë. Po. Qarë funksioni ka pas ajo? Tjetër, këta më duket një pjesë e këshim bërë dhe me plaka, ajo vje dhe skeleti plakave. Ajo ka dhe një gjë kështu duket e bukur nga jashtë, po shumë e bukur. Të mirë më qafë. Bukur duhet, po e të keqen e ka brenda. Tani, gjithashtu, nisi hetimi penal për shtetasit SA dhe EM punojsen market për veprën penale shkatrimi pronës nga pakujdesia. Po faktikisht ata. Dhe pronari i kompleksit e para këto mund të jenë dy pastruese, këto në një cepet i kanë ndezë zjarër. Tani, shiko, sigurisht që ajo është pjesa më e pakonceptueshme, por që ne jemi një shoqëri që s'kemi frikë nga zjarri, unë e thash, e vënd zjarrin mund me thukse edhe ngrohemi aty, tani duhet ta themi. Prandaj, për të eliminuar gjithë to, se kalamajnë mund shkojnë dhe të vesharojë aty të mund ndezi zjarë. Katët e para, si të mund, vishën dhe termoizolohen, me mënyra tjera që t'jenë larkë këtyre
mundësisë ndezë zjarreve dhe zjarrvënie se tani, kam një pyetje të tillë. Pallatet, përveç se kësaj, një element që doli aty lidhet me sigurinë, pra me kur shpërthen një zjarr, me mënyrën se si kanë mundësi zjarrfiksit. Ne e pam aty që zjarrfiksit tani janë heroj. Tani leri këto komente politike, jo pa shikti këti. Ai djali, ai burri atje, dhe jo vetëm ai, edhe disa tjerë ishin heroj. Po kur pasha të zjarrfiksin që nuk futej atje zotin Gjeqari, tani çka ka ndodhur se këtu është fikse ajo që ti je inxhinier. Aty rrugët janë të ngushta, kanalizimet janë skandal. Preku zjarrfiksja, preku dhe një dyqan aty, çai ishte një godinë aty. Tani ç'a bëhet këtu në këtë qytet më? Atëherë ta fillojmë nga e kundërta. Historia e Kalamajve në shtetin shqiptar ka filluar që me kohën e Ahmet Zogut, që më duket pas 30 vjet unë jam mbreti. Rregull? Unë para sa ditësh Shqipëria ka 100 ca vjet që drejtohet nga 4 pashallar. Edhe unë jo pa qëllim që pyeta që juve sa vjet keni për të arritur deri këtu. Edhe nuk mund drejtohesh asnjë lloj aktiviteti, po filloje nga poshtë lart të njohësh problemet. Tani kur ti merr Kalamaj, edhe vetë drejtojnë bashkim, për shembull, na përgjegjësi mjaftë se ne kemi edhe nga ana jona të Veljeni ti bëre kryetari i bashkisë më të madhe. Si është e mundur? Atëre, ai për të ardhur në pushtet ka një grup nga mbrapa që i shërben, letë ndërtimit janë burimi ekonomik, ata këto probleme që po dalin tani as i kanë pas fare parasysh. I jep leje ndërtimi pa plotësuar këto kritere.